drejta, po. Po, dhe jam qytetari i Republikës Kosovës. Ti po e merr guximin, më thonë mu. Po si jam i lindën, e rritën në Ceraj. Sepse ju e dini situatën atje. Ty të ka hy mendja, e di shumë Cerajën, sepse kam qenë disa herë. E din më mirë sëna, po. Nuk e di më mirë se ti, por e di fort mirë. Se ç't mendja ju ka mbush Albini? Juve ju ka hy mendja. Po çka keni obsesion këtë Albinin? Këtë mendja ju ka mbush Albinin. Çka ju është bërë obsesion? Çka ju është bërë obsesion? Çfarë ta kallzon? Naimi ty, verion e kanë shliru. Po nuk ka nevojë Naimi të ma tregoj mu. Do të jem shqiptar, unë e di vetë se shkoj në atë janë rrit në si dje pa drunit, ku te kryet e kanë pas të vizatu me Shqipunjën, e ninullat ju kanë knu Shqip, që ata kanë shliru. Nuk ka ardhë Elbert Krasniqi me shliru verion, e me usil tash vite të funit veri. Se kër këm pënu në veri, zëtni. Po a ke qenë te atje? Kër këm shku në zdo dit në veri, jo. Edhe ti personalisht, cilën rrugë e ke shfrytzu? Ministra tjerë nuk e kanë ditë. Rrugën kryesore për veri. Edhe këm shku çdo ditë zotit. Se ish kryeministri juaj i shfrytëzon dhe rrugët alternative. Pa mu trem syni hiç. Ish kryeministri juaj deklarante që i shfrytëzon rrugët alternative për me shku që veri. patriotizmi këtë vend ka fillu në 2020-ën. Nuk është e vërtet. Kur e kemi zbuluar ju patriotizmin 2020-ën. Na disoj kemi kry kësha të punë mloja për këtë shtet. Ai është obsesioni juaj. Edhe prap me pos nevojë, na jemi aty me mbrojt. Jo. Ti vjen tash e ti zotri Kurti u ka mur. Çka është kjo obsesion? Ty ka hymendja që ti jema patriot se ënat që ardhën veri. Kur i ardhën veri, po thun 4 vite të fundit. Unë po të kallzoj zotni. 2007, 2010 unë personalisht kum punu atje. A e kupton ti? Unë kum punu për me imbojt që ata banor atje, kum shku kum vonë mësim. A mund ta bësh dallimin nga koha e tërshme me kohën e tashme? Po ta bëj dallimin, shumë mirë. Ka pas atë stacione policore të Republikës Kosovës. A ka pas stacione policore? Atëherë na kemi shku. A ka pas polici të Kosovës atje? Po ka pas. A ka pas polici Kosovës? A ka pas në secilin stacion policor? Rrëfimi jëtë është metnime, që i thëjmë na. E unë po të kallzoj me të përjetume. A ka pas, po qytetarët e din, ata na dëgjojnë, pastaj me 7 qershor ata vlerësojnë. O zotni, unë jam çaj qytetar. Apo kupton ti, unë kum lind, jam rrit në atë pjesë. Kum punu në atë pjesë. Po dëni ta pranoni. Po dëni ta pranoni ndryshimin e dallimin që ka ndodhur. Çfarë është patriotizmi për veri? Nuk po dëni ta pranoni. A din ti që nuk po dëni ta pranoni. A din ti që zobin po toku. Fshatrat shqiptare zobin po të. Kanë qenë të rënume me bager. Të rënume. Po sigurisht Republikës Kosovës i ka ndërtu me një herë mas lufte. Sa i ka ndërtu? I ka kthy krejt fshatin e ka ndërtu. Krejt fshatin e ka ndërtu. Krejt sobrën e ka ndërtu. Dëgjoj zotëri. Pranoj realitetin që është, edhe të paktën mos i mohë punët e mira që i ka bërë. Ta kemi edhe Zoti Mustafa. Hoxha, i vendosë fajin opozitës për